Konferenca nënt ndërkombëtare shkencore, shteti, shoqëria dhe ligji në udhkryqjen e projektit evropian, demokracia, sundimi i ligjit dhe integrimi, nisi punimet të hënë në Fakultetin e Shkencave Politike Juridike në UAMD. Punimet e saj nderuan me praninë e tyre dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin tonë, Silvio Gonzato, si dhe zëvendës ministre e drejtësisë Elona Hoxha. Gjatë fjalës së tyre, ata e vënë theksin tek angazhimi i vendit tonë për mbylljen e kapitujve të hapur me BE-n, ku pikërisht gjyqësori dhe drejtësia janë dy nga elementët kyç në këtë proces. Në këtë proces duhet ecur përpara urgjentisht. Duke konsideruar çështjen urgjente, ne mbetemi të përqendruar, vetëm kur jemi të ndërgjegjshëm, se afatet janë afër. Ju përqendroni aty të gjitha resurset tuaja të nevojshme për të arritur qëllimin, dhe kjo duhet të jetë tek të dy palët, atë shqiptare por edhe atë evropiane. Nëse duam të arrijmë një transformim të vërtet të shoqërisë shqiptare, një ndryshim të mentalitetit, kulturës dhe qasjes, ky proces duhet të jetë i thellë dhe t'i përfshijë të gjithë, të bazohet tek transparenca dhe tek e gjithë përfshirja e aktorëve. Dëshiroj të kujtoj mesazhin e Robert Schuman, i cili theksonte se Evropa nuk do të ndërtojë menjëherë apo përmes një plani të vetëm, por përmes arritjeve konkrete që krijojnë një solidaritet të vërtetë. Ky vizion mbetet aktual dhe sot dhe reflekton qartë rrugtimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, një proces i gjatë, kompleks, transformues, ku drejtësia zë një vend qendror. Konferenca nënt ndërkombëtare shkencore mbledh në UAMD rreth 50 autorë të huaj, e cila konsiderohet një risi dhe arritje e rëndësishme për konferencën e këtij viti, tha ndër të tjera në fjalën e tij dekani i FSHP-s Linert Lirësa, ndërsa rektori Shkëlqin Fortuzi duke u ndalur tek rëndësia e kësaj konference, që mbahet pikërisht në Javën e Evropës, e cilësoi atë një hapësirë dialogu dhe një hap më shumë i hedhur nga UAMD në procesin e ndërkombëtarizimit. Fakti që kjo konferencë zhvillohet gjatë javës së Europës jep asaj një domethënie edhe më të veçantë. Java e Europës nuk është vetëm një moment për të krijuar historinë dhe ndërtimin e Bashkimit Evropian, por mbi të gjitha një moment reflektimi mbi vlerat që e mbajnë të bashkuar Europën, demokracinë, paqen, lirinë, solidaritetin dhe shtetin e së drejtës. Numërohen më tepër se 50 autorë të huaj, të cilët përfaqësohen me punimet e tyre. Dhe mua kjo më bën besim plot për të thënë që jemi në rrugën e duhur për arritjen e standardeve më të mira të kërkimit shkencor. Fakti që ka një pjesëmarrje të gjerë të autorëve tuaj është i tregues real se ne me partnerët tanë institucional dhe akademik nuk bashkëveprojmë vetëm në kuadër të hartimit dhe implementimit të programeve të përbashkëta apo dyfishta, por ne me ta tregojmë që jemi bashkërrugtar në të gjitha dimensionet e arsimit lartë. Në konferencën e nënt ndërkombëtare shkencore, kërkues nga vendi dhe shumë shtete evropiane dhe më gjerë do të diskutojnë mes tyre dhe do të prezantojnë punimet shkencore në sesionet e saj, disa prej cilëve do të zhvillohen edhe online.